Pas sigurimit të Superligës, tashmë klubi futbollit Flamurtari do të jetë me infrastrukturë krejtësisht të re. Do të jetë një fushë e re me të gjitha standardet e duhura, por natyrisht ndërhyrja do të kryhet edhe në ambientet e tribunës qendrore të stadiumit Flamurtari. Pritet që me nisjen e sezonit të ri futbollistik, ekipi vlonjat të ketë tashmë një fushë bashkëkohore me të gjitha standardet e duhura, por edhe ambientet të tjera të rikonstruktuara, të cilat pritet jenë gati në fund të muajit gusht. Stadiumi Flamurtari në Vlorë ka nisur tashmë procesin e rikonstruksionit i cili përfshin ndërtimin e fushës dhe ndërhyrjen në tribunën qendrore. Projekti ishte financuar plotësisht nga klubi i futbollit Flamurtari, ndërsa synon të krijojë një infrastrukturë moderne dhe bashkëkohore për të pritur sezonin e ri futbollistik 2025-2026. Puna ka filluar që këtë të shtunë duke fokusuar fillimisht në zvendësimin e tapetit të fushës, i cili do të kryhet me ban natyral, ndërsa më pas do të vijohet me përmirësimin në tribunën qendrore, por dhe në disa ambiente të tjera të stadiumit. Sipas planit të parashikuar, pritet që punimet të zgjasin më shumë se 2 muaj, duke garantuar përfundimin e tyre brenda muajit gusht. Klubi Flamurtari që këtë vit rikthehet në Superligë pas një mungese 5 vjeçare, synon jo vetëm të ndërtojë një skuadër konkurruese për sezonin e ri futbollistik, por të ofrojë një ambient të standardeve të larta për lojtarët dhe tifozët. Sezoni i ri futbollistik 2025-2026 do të startojë më datë 23 gusht, datë kur pritet që stadiumi të jetë plotësisht gati për pritur ndeshjet, ndërsa ambicjet e Flamurtarit janë të mëdha për një përfaqësim dinjitoz në Superligë.